Faqja që ju po përgatiteni të shikoni është një parodi lajmesh. Kronikat nuk bazohen krejtësisht në fakte konkrete. Korrespondentët dhe analistët nuk janë gazetarë të një film. Ndaj opinionet e tyre, mos i merrni të mirëqëna. Përpara jush, Agim Bajko! Përshëndetje gjithëve ju që po na ndiqni në këto çaste si dhe atyre që do të na ndjekin pak më vonë. Do të doja që ta nisnim këtë emision me një falënderim për Ministrinë e Kulturës, e cila me iniciativën e saj personale ka bërë promovimin e bypassit në Gjirokastër. Kemi dhe projektin e bypassit dhe kemi dhe një projekt tjetër. Punimet mbarojnë në maj të 2017. Atmosfera e Halloweenit ka filluar që të ndjehet kudo dhe për këtë arsye kemi vendosur që t'i përkushtojmë një pjesë të hapësirës son pikërisht kësaj feste, e cila në vendin ton festohet po aq masivisht sa edhe dita e verës. Halloweeni i si vjetëm, ndryshe nga ata të mëparshmit, ka vuajtur mungesën e atij që është edhe simboli i kësaj feste. Kungullit. Prodhuesit kryesor të këtij artikulli kanë bërë përgjegjës importuesit e farave. Importuesit, nga ana e tyre, e kanë shkarkuar përgjegjësinë nga vetja, duke thënë se farat e kungullit që ata kanë sjellë në Shqipëri kanë qenë shumë produktive. Për ilustrim, kemi një deklaratë të tyre të cilën ne po ja u përcjellim. Regjia. Karteli drogës në këtë sallë. Ne që sot shkatrojmë 99.6%, apo këta që shkatronin 7%? Regjia, që lidhje ka kanabisi me farat e kungullit? Të kishim policë me atlete që e përdorin kapelen për depozituar mbetjet e farave të kungullit, ndërkohë që ndalonin njerëzit në për udhkryqe për t'ju vënë gjoba. Tani më duket sikur e bëra paksa lidhje ndërmjet farave të kungullit dhe performancës së shkëlqyer të punonjësve të rendit. Por ajo që unë nuk po arrit kuptoj është se përse kjo farë kaq produktive nuk ka dhënë rezultatet e pritshme tek kungujt. Kungull mos të mbiftë fara nga do shkoj me del përpara. Në fakt, Berisha ka treguar se fjala e tij ka një ndikim të jashtëzakonshëm jo vetëm tek kungujt e arave, por edhe tek kungujt nën sqetull. Gjykata kushtetuese pezulloi ligjin e vettingut duke kthyer në pikën zero reformën në drejtësi. Vendimi i gjyqtarëve që në këtë mënyrë japin mbështetje edhe vetvetes, pasi të 9 anëtarët e kësaj gjykate do t'i nënshtroheshin vettingut, është marrë mes ditën e së martës pas kërkesës së bërë nga Partia Demokratike. Natyrisht që ky vendim ka revoltuar që të gjithë ata që prisin që reforma në drejtësi të na jepte drejtësi. Jenë të flama edhe kolera bashkë, me salkën e me të tërë që janë. Zoti mas lafi tim veç përndisë. Në të gjithë këto vitet e tranzicionit, ne, t'ju them të drejtën, nuk kemi parë as edhe një rast të vetëm që politikanët t'i ketë zënë mallkimi i popullit. Por ama, kemi parë plot raste kur njerëz nga populli të paralizuar janë ngritur në këmbë vetëm e vetëm nga fjalët e një politikani. Tani besoj se e keni kuptuar se përse politikanët flasin dhe vazhdimisht flasin, madje edhe kur kanë dalë për të dëgjuar, ata sërish flasin. Nuk duhen mos prisni nga ne subvencione për para. Nuk ja u japim, sepse nuk dim ku shkojnë.
Ore janë dhënë subvencione për naftë këtu. Ajsa të ishe furnizu gjithë flota e NATO-s. Dhe nuk shkun bujësi, shkun për Mercedesa. Është kështu apo jo, më thuj? Sa herë ta ka morë qurni tallonin e naftës bujësis, ka thonë o bab mjep tallonin se ka Mercedesin për të shku deri në Budva. Në Kosovë, mirë, dakor. Qënë si ka, Budva, Prizren, ata ka morë naftën e traktorit. Mercedesin, shoqen e gjimnazit edhe në Prizren, punon baba. I dashur popull, nëse ti gjëndesh me ose pa dëshirën tënde në një situatë të tillë, duhet kesh parasysh disa rregulla kryesore. Për shembull, rregulli 1. Mos shkoni në një takim me politikanët nëse ju keni konsumuar ashash, se politikanët mund t'ju gënjeni ju, por ama ju nuk e gënjeni dot një politikan. Si jeni me ashashin nga fshati juaj? Jepja pak mikrofonin se... Zoti kryeministër, këtu më kape matë me një lëvizje. Pyet më mirë moshën e re, unë vetëm të shoh me sy në televizor, dëgjoj në televizor. More në televizor i shoh dhe unë, po ti ke parë gjë. Unë vetë jo. Unë vetë jo. Vetë jo, i ngre dyja duart për pjerë. Më zure matë me një lëvizje. Jo mos tesha unë të të zëmat, thash si je se më duke dhe në formë shumë, thash mos e ke nga... Se këshu thonë, mos të ka ardhur aroma dhe ty. Rregulli numër 2 që duhet keni parasysh nëse shkonin në një takim ju më gjumë me një politikan, është që të mos jeni në gjendje të dehur. Nuk ta jap fjalën, kaq, mos e zgjat. E di që je shumë socialist, po kjo s'jep drejt që tani të lutem pra. Lutem. S'ka ardhur nga puna, ka ardhur nga rakia. Me aromën tuaj të alkoolit, ju mund të dehni edhe personat që janë përreth jush që mendoj se është një diçka që politikanët nuk e pëlqejnë, pasi ata mendojnë se ju po i bëni konkurrencë atyre. Kështu që është shumë e vështirë që të desh me fjalë një publik që është i dehur me alkool. Këtë rada, do javim fjalën dhe juve. Pa tjetër për interes të popullit, po të flasë unë njerë, ashtë. Po, se që ke regullu ashtë mirë sa në këtë moment ti s'ke nevoj, as për ujitje, mund t'kesh nevoj për ujitje në fakt, po për gjëra tjera ti e regull, të lutem. Atere, ajo është e mirë pa tjetër, po në këtë orë shkoj qikë si mrapsh. Rregulli nr. 3 që duhet keni parasysh kur jeni për të takuar një politikan, është që duhet jeni të kompletuar. Fermer, kompletum 100%, jo po 90% po. Sheke, hajde të të përqafoj pak, se ti sheke, hajde... Unë doli një që thot jam i kompletum 90%, unë vetë me zi jam kompletum 51%. Ska gjë se je më i rritë ke ko. Po, ajo mama, ajo. Edhe pas këti përqafimi, ky zotëria mund të ndihet 100% i kompletuar. Por ama, ju kujtoj se një përqafim live mund ta merrni vetëm nëse jeni jo më pak se 90% të kompletuar. Në të kundërt, mos mbani fare shpresa për të ngritur nga karikja e tij politikane. Përshëndetje. Ka mund si të takoj njërë kështu? Të më takosh pastaj, po të foljerë se jemi edhe në televizor dhe po na shohin. Hajde. Që mos unë më kohën e televizorit, pastaj kur të marrë televizori... Unë e dëgjova edhe të zvendës bashkja Kaqarës Samiu, Rregulli nr. 4 që duhet keni parasysh kur takoni një politikan është që duhet ta dini fare qartë se çfarë do t'i kërkoni atij. Aktivitetet kulturore sportive. E di që jeni pasionist për këtë punë. Vetëm stadium të Manzës mos më kërkot. Është vërtet që politikanët premtojnë deri edhe qiqra në hell, por kjo nuk do të thotë që ju duhet i kërkoni atyre qiqra në hell. Nëse doni që të merrni diçka nga një politikan, duhet që t'i kërkoni kryesisht gjëra për të cilat ju duhet të derdhni lek në shtet. Bie fjala për shembull leje për legalizim, apo jo?
ditën e hënë, ai drejtori atje do të bëj legalizimin të hënën. Më dëgjon ti? Jo, mos më çar. Jo, nuk do vi ai te ti, do shkosh ti te stalla. Të dy stallat do t'i legalizosh të hënën dhe të hënën në darkë do më çosh mua mesazh UB. Dakor? Po jo, mbaj më të mirë. Mbaj më të mirë se pastaj të martën bëhet ai drejtori Luizi se që nga dhe inxhinier. Shtu pra, nëse keni përballë një politikan, kërkojeni një leje legalizimi dhe bëjeni këtë pas një farmurimi, sepse nuk ka kënaqësi më të madhe për ata se sa të shpërndajnë leje legalizimi. Pjesa e vendeve të shpërndarjes së lejeve të legalizimit është bërë dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta. 700 certifikata janë shpërndarë në ishëm të Durrësit. Politikanët pavarësisht se çfarë ngjyre i përkasin, se që kanë diçka të përbashkët. Po ai nuk e ka problem, se premtimet i kanë majt gjuhës, pastaj kur duhet mbaj fjalën, i futet gjuha brenda. Rregulli 5 që duhet keni parasysh kur t'jeni përballë një politikani është se mund t'i kërkoni atij llogari për premtime të pambajtura, por vetëm nëse nuk keni fëmijë ose i keni binjak. Pra, i keni të lindur një herësh. Më fal të bëj pyetje, sa fëmijë ke ti? Unë 2 fëmijë kam. 2 ke? 2 fëmijë. I bëre me radhë apo i bëre me herë? Po se mamen. Të mos i mandej me radhë kam bërë. Tani uji ishte e para. I kam bërë me planifikim. Nëse ju keni fëmijë dhe këta i keni bërë një nga një, atëherë ne do t'ju këshillonim që llogarit të mos ja kërkoni politikanit që keni përballë, por paraardhësit të tij. Saliu numëroi të gjithë kilometrat e rrugëve që nisi dhe i quajti kilometra rrugë të ndërtuara nga qeveria e tij. As rruga e famshme e kombit nuk ka përfunduar, po ka mbi 100 milion euro punë për të përfunduar si duhet. Rregulli numër 6 që duhet keni parasysh është se politikanët fjalët i kanë magjike, por kjo nuk do të thotë se ata janë magjistar. Me shkop magjik mund të bëhen të gjitha, por mund të bëhen duke mbyll syt dhe duke parë se u bën. Na lejoni që t'ja u them këtë me një gjuhë pak më të thjeshtë dhe pak më të kuptueshme për ju të gjithë. Mu më ngro. Unë besoj se rezultatet, pavarësisht se bujësia është e vështirë, do i shohim shpejt. Faleminderit. Se sa shpejt nuk e di, po i do i shohim. Kur duruam 25 vjetë, çfarë problemi ka nëse ne durojmë edhe 25 vjet të tjera? Patjetër që ju keni drejt thoni ora disish puna. Ne kemi 25 vjet që presim, do shishë të durojmë edhe 25 tjera. Nuk do durosh 25 tjera. Por rrugë tjetër s'ka. Rregulli i 7 edhe i fundit që duhet keni parasysh në takim me një politikan, sidomos me ata që janë në krye të qeverisë, është se shteti ynë di vetëm të korr. Kështu që mbjelljet natyrisht duhet i bëni vetë ju. Në një proverb të hershme, shtetin tokë e Zotin qiell. Nuk i thonë secili për veti. Prandaj na kërkojmë drejtim prej shtetit. Ky është drejtimi pra. Do kërkojmë drejtim prej shtetit. Ky është drejtimi, s'ka drejtim tjetër. Ky është drejtimi dhe kjo është mbështetja. Nëse pret që të vi shteti këtu me ushtar, të mbjelli ulli, e të mbjelli ardhi, kjo nuk ka për ndonjë. Ulli? Mbase jo. Por ama mund të mbillen nga ato pemët që bëjnë nga ato kokrat e vogla. Dhe po të them këtë, nëse pret që të vi të mbjelli shteti ardhi, shtet që mbjell ardhi nuk ka. As këtu dhe as gjikundë. Doja që të pyesja kryeministrin se çfarë druri frutor do t'i këshillonit fshatarëve që ata të mbillnin. Po të bëj secili rrushën e vet, atëherë del me rrushën e vet në rrugë. Ju them të drejtën, vjen mjaft të mirë zoti kryeministër që ju jeni partizani i rrushit. Ndryshe nga paraardhësi juaj që është dashamirësi i pjeshkave. Unë pëlqej shumë pjeshkët, po më shumë se të gjitha pjeshkët e Lapardhas. Po!
Absolutisht janë më të mira. Tani është koha që shqiptarët të zgjedhin ndërmjet rrushit edhe pjeshkave. Në fakt, unë e kisha fjallën për pemat frutore, ato që rriten në fshat. Por, me sa të duket, ju duhet i mirë kuptoni djemtë e regjis edhe pse ata nuk janë nga Katundi. Tanë katundari në të zonë Zadrims. Po ti hymë thellë katundari imi të gjithë ne. Katundar të zonë Zadrims. Nuk kemi pse thellojmi në këtë temë, zoti kryeministër, pasi edhe turi që ju keni ndërmarrë Katund më Katund, nuk ka për qëllim që të çojë qytetin në Katund, por të sjellë fshatin në qytet, ose më saktë, produktet e fshatit në qytet. Për të ardhur në qytet, fshatari duhet të bëjë diçka shumë të vogël, pra të ndryshojë statusin e tij nga fermer në biznesmen. Biznesi që në momentin që ti një kokërmoll e merr sheta ish biznes, tash çfarë lloj biznesi është këtu ne diskutojmë. Qeveria nuk ka para, por ama ajo e di se ku mund t'i gjejë ato. Parat merren me dije në Bashkimin Evropian. Se janë aty. Kush di, i merr. Kush s'di, si merr dot. Janë plot 300 milion euro në dispozicion të fermerëve shqiptarë dhe të gjithë mund të përfitojnë nga to. Por ama, vetëm me një kusht të vogël. Thjesht do të aplikoni përmes AZBR-s dhe është AZBR-ja që do të ndërmjetësoj për ju dhe do të garantoj për ju. Po të shohësh shifrat, Gjermania merr shumë më tepër nga ato që i takojnë. Rumania, Bullgaria që kanë shumë më tepër nevojë marrin shumë më pak. Pse se dinë më pak? Dinë më pak si bëhet një projekt, si kërkohet. Pasi ju t'i keni bërë projektet, duhet që t'i hidhni në kompjuter dhe pastaj t'ja dërgoni me email kryeministrisë. E kuptuat? Është shumë e thjeshtë. Pas projektet, ne s'kemi kohë herë më marrë me projekte, një, e dyta. Unë nuk di çfarë projekte kërkon qeveria herë për këto momente. Për momente që kërkon qeveria projekte ne jena të falimentum, sepse unë nuk mund t'jap projekt pa pas një bazë. Projekte ka boll kimit për me bo një vesh, një gjonë kështu, se këta do të bëjmë se shkimi se të bëjmë. Valla hinona më thonë drejt në Zotit, s'mena me këta punë. Nuk mena me këta punë. Nuk mena me këta punë. Që qeveria më në ka vujtë ca kushtet shumë të vështira. Njoni ha, njoni sa. Se kemi bon ndërmend akoma, do e bëjmë me qenë se tani tha, ai ka 2-3 ditë që ka thënë. Ai ka mendin e vetë, se mos e do themi ne do na gjojnë. S'ne sta pyet njeri. Po ku di unë çfarë projekte ti bëj unë atyre? Më ku di çfarë projekte ti bëj, majtë më do këtë mendim ti. Te nja këto janë bujqësore, shiti. Këto janë bujqësore me. Çfarë projekte do sjellim me ne? Nëse ju hasni vështirësi në dërgimin e projekteve, ka shumë mundësi që fajin për këtë ta ketë interneti. Është dikush që pyet se çfarë është interneti. Nuk di se çfarë të them, ndoshta duhet të pyesim ndonjë që e njeh më mirë këtë fushë. Mosha internetit ishte vetëm për të kthyer nga plak në adoleshent në Facebook, po jo për policinë e shtetit.